sot si kur së pash në shkollë. Ç'ke kështu? Hiç. Si është naka? Hiç e mos e kput. Ç'të bëj? Të dashur nxënës e pedagog, gëzuar vit në ri. Ju uroj sukses në shkollë, në punë, në jetë, shtyto e zemra. Besa. Erdha për ty. Them drejtë nuk po m'besohet, e? Përse? Ti e di, unë jam ndryshe. Si ndryshe? Si jam nga ata shëmbullorët. Do t'ish më mirë të vallëzoje me ndonjë prej tyre. O nuk të mora kot. Ti se si ke ndryshuar. Ke qef se dukesh origjinal. E pse tallesh? Të vëton që nuk talë. Po ti çfarë bën? Ish mos e? Cili është ky minuta? Një shok më. Po, më shkele këmbën. Më fal, po dash. Besa, pse skërce? Jo, thuam njërë pse jam origjinal. I pash notet e tua. Kimia dhe fizika pa kalushëm, historia dhe letërsia 8. Se po ç'pun kishe ti me notat e mia? Po nuk bëra ndonjë gjë të keqe. Faleminderit. Ej, Ha, vallëzimi tjetër se e lam bisedën për gjysmë, a? mirë. Hajde mbrëmjes, hajde. I the gjë nënës, Jo. do të vion vetë të bisedoj me ta. Atë nuk duhet ta kishit ftuar. Me siguri do të bëj një sherr që do të na i prishin dhëmia. Unë e porosita i të ketë kujdes pas asaj që ndodhi. Po më pëlqen, kërceve bukur me atë vajzën, a? Ç'ke kështu? Së nuk është mirë. Mos gjë. Më duku nga stadiume, bëndoj në një gjë me matar. Mirë. Kam diçka për këtë. Mos rri kështu, u bë më shka. Dgjoj s'pa i. Duku një më vonë, mas e marrëm shpejt. Ha? Të përgjë. Vetëm që të dy pa shans. Kemi marrë përsi për të ndreqim. Megjithse fyra që i bërë mësues e Zhanit ishte papranueshme. Nuk i lejohet një tërisi ty të karikaturojë mësuesen e tij. Ne do të bëjmë çmos që ti të mësosh të sillesh në shoqëri. Të fitosh disa shprehje elementare të edukatës. Cili? Ti? Ti je një idiot. Ashtu? Po ti na falenderove atë ditë mbledhe që të ta mdorëm. Do me thënë për kritikën që të bëm. Dhe sa duket ti akoma pas ke nevojë për mbledhje të tjera vëlla.
s'ke pirë duhan? Jo, Mbase a shumë më dukmor. qa kishe për të më thënë? Mësojmë bashkë? Si në të dy? Po e kam sinqerisht. Më shqirë për të rëzuarit. Beso më po flas seriozisht. Ne njemi që fëmijë bashkë. Shtë duhet t'i apësh të lashe vetës kot. Po ti e di që unë matematikën dhe fizikën i kam mirë. Kush të lejon të fysh të tjerë ti, ha? Hajde shkruaj. E prapa. Ja. Qa shoku shi jemi, ma. S'bën do të njëri një hap me jo, jo të bëj një punë me leverdi. Se bëj mërdjarë më ke hyrë në zemër, dhe. Kritik në mbledhjen e organizatës. Ndërsa për sa i përket incidentit në mbrëmshëm, Ajtor nuk isha ai. Mjaft më me autokritikat e tia. Një minutë, ju lutem. Ç'ma sa propozoni? Një njeri që bën karikatura të tilla. Që pin duhan, që pin alkol, që rrihet me shokët, që shkon dobët me mësime, që është këshilluar dhe paralajmëruar disa herë nga ne këtu, nuk mund ta kuptoj se si mund të qëndrojë ende në këtë shkollë. Unë propozoj përjashtimin e tij nga shkolla. Më lejoni ju lutem të them se jam një mendje me ato që tha shoqja Zhani. Veprimet e besimit janë të rënda. Bile do të thonja të dënueshme. Mirë për çdo bëjmë me të. Ti bim shkurt, ta përjashtojmë nga shkolla, apo të bëjmë një punë më intensive me të. Ju e dini se ai kalon një situatë të rëndë edhe në shtëpi. Mimbrama. Urdhroni. Urdhroni. Erdha për besimin. Mos u shqetësoni. Faleminderit. Në fillim, unë mendua që të përjashtoj nga shkolla. Pastaj vendos që t'i japim dorën edhe një herë. Gëzuar. Faleminderit. Nuk e kuptoj që shpo ngjet me të. Ju keni të drejtë, profesor. Kohët e fundit është mbyllur në vetvete. E pyes, i flas, nuk më përgjigjet. Ju e dini që ai nuk e ka dhe aq të lehtë në këtë shtëpi. Kjo është fatkeqësia. Ngrohtësi familjare që nuk e gjen këtu, do të kërkoj diku tjetër. Mos harroni se është në moshën më kritike. Unë jam nën. Dhe do bëj ç'është e mundur. Ai ju don shumë. Ju çmon. Ju don më shumë nga të gjithë. Natën e mirë. Natën e mirë, faleminderit. O të të birë ku e ke? Tani do të vi. Ashtu, ha? Se s'lua që bredh rrugëve. Ahmet, më mirë e lëm këtë bisedë. Sigurisht. Gjithmonë do ta marrësh në mbrojtje rrugaqin tënd. Ahmet,
Ești rugace de shkuar rugace. Lutem shumë ule zëri se po na dëgjoni dhe komshi. Njeri që së mëson, që pin duhan, që bën bashkësia në shkollë. Ti më përpare e doja të Ahmet. Kur? Atere kur më doja dhe mua. E diti se mund të më prish edhe fëmijët e miej? Po këta janë edhe të mitë. Jo, s'është ashtu. E shoh që ti bën më shumë për të. Mos, mor Ahmet. Hajde. Erdhe bukurosh, ë? Mori uria. Hajde, ushqiu. Ushqiu se punon Ahmeti për ty. Faleminderit, por nuk kam edhe pensionin e Timedit. Çfarë pensioni mor harr? Mor e bandit. Ku vete? Çfarë më dorë? Ahmet! Çfarë thua, mori? Të dëgjoj. E kuptoj pas keq bën. Do ta kesh atë vështirë sa të marrë shkollën pastaj. Ti tani je goxha djalë. Po të flas hapur si burri. Më kupton? Po e dëgjoj. Ti e di, unë edhe lekët e pensionit i kam dërguar rregullisht. Dhe përpiqem të të bjedhe në Romë se e shoh se ke nevojë. Para madhe ti do të më kuptosh drejt. Fol më hapur. Hapur po të flas. Shiko këtu. Çdo afrimi joni tek të mitë në familje ka ndikuar për keq. Xhelozi, keq kuptimi e tjera si këto. Ti tani je i mençur dhe i kupton vetë këto gjëra. As vetë nuk e di pse erdha tek ty. As e shtyr nga dashuria për baban. Beso! Dëgjom! Nuk dua të dëgjoj më. Beso! Më vjen keq që ke lënë në tim. Beso! 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 Gazin, ule. Bëj pak ushtim, bëj. Ta bëj dhe një gjiro.
E mirë, vazhdo. Spaj, çfarë kishe për të më thënë? Asë gjë me rëndësi. Po në vogël fare. Tu edhe që një pagot fejur si me në tira. Bëndot? Po si? Vetëm se është puna e shkollës edhe shtëpisë. Fundja në shtëpi po them që isha nga babai. Sa për shkollën një ditë është ajo. Të punon mundje qëra ta, Do kisha qef të shkoja vetë, po s'kam që bëja saj plakës, s'ma do fale dhe të fejorën time. Edhe nuk e prish do të. A është pago e madhe? Ja, një dhurat e vogël për të lindër. Mere. Jo, nuk i marr. Mere. Po lëri tani? Mere të duan edhe mere. Para 2 ditë që kishim vjedhur mapën me orë, bijuteri, stilografe, ku e di ose çfarë. E kemi fajin vetë. Po, ashtu. Bileta të lutet? Kush është? Hapeni. Cili je ti, mordjal? Jam një mik i Spajiut, kërkoj bukurien. Ashtu? Hajde. Hyr brenda. Ulu. Kush është aty? Një mik i Spahiut. Ka ardhur për ty. Ja erdha. Qën ka i ri, mo jaldës? Këto i keni nga Spajio. Faleminderit. Qa ka këtu? Riri. Edhe ti, mordjal?
Pse s'erdhe shtu? Ashtu më ndodhi. Të prita di mas ditët mësani. Pse s'erdhe? Po ti çfarë ke kështu? Çfarë ka ndodhur? Hiç asgjë. Ti sigur e prishun fytyr. Asë ashtu të duket. E ngritët? Ishte përgatitur mirë. Ashtu? Duhet marrë në tension. Vazhdimisht duhet bërë pyetje frontale. S'kemi pun tjetër ne, vetëm të merrim me Besimin. E po, kjo është puna jonë. Besa. Qa? Shiko ç'mrekulli. Një trëndafil. Besim. Fali minutë. Prit. Po prit, kush Ja, ka? Faleminderit. Po kjo? Hiç asgjë. Një borxh i vogël për trëndafilin. Po besa e largohemi se për ne po flet. Besa, jam shumë e gëzuar sot. Pse kështu? Më ka gëzuar teta që more ti. Desha të ngrish atë në fizik. A kthehemi nga kjo rruga këtej. Pse kështu? Cili është ky? Mos është ky e tipi mbrëmjes? Besa, ti pra vazhdon të shoqërohesh me të? Tjeshe, unë kam shumë të këqija. Nuk është fjala thjesht vetëm për një cigare. Po mirë, që të shtyn ty të merresh me mua? Mendimi që kam për ty, Cili? as vetë nuk e di. Ti në thelbi je njeri i mirë. Çfarë ke? Ku ta di unë? Se si më duket. Askush nuk ka folur në këtë mënyrë me mua. Të keqen. Mirdita, mama. Mirdita, gjani mami. Si kalove sot, mirë? Mirë, po ti si e kalove? Ç'kemi në tre? Shumë mirë. Ç'ke kështu që e ka që gëzuar, si është puna? Mama, ti e njeh shokun që mësoj unë. Besimin? Po ta mama ai. Sot ai u ngrit në fizik dhe mori notën 8. Tek Zhani? Po të mësues e Zhani. Unë më do gjella. A motër e dashur, mos ke ndërmend ti mësosh ati tipi edhe xhirot? Ç'flet kështu Petrit? Apo ton të bësh gazi i botës? Petrit, ai ishte një shok klase që mësojnë bashk. Ai është një hort, njerëku i tij që punon tek Të ne lutem, fajtë Petrit, mbaj gojen, po të them. Bile ka të bërë dhe nga shtëpia. Nuk është ashtu. Pikërisht ai është fajtor për gjithë Mirë, po që sot të tuti s'do shoh më në të. Morë vesh. Petrit, s'ta vjet turp, s'ta vjet. Bëni kështu. Mjaft. Po, pse më fshihesh? Qa të drejgjin ke kështu? A? Hiç më asgjë s'kam. Nuk mi e mirë. Ashtu? E po pi atëre mos qaj kokë. Ja gëzuar. Po qesh, mor djallë. Po qesh, mor qesh. Rije
Sa djali merge. Mă cer. Po ti shpallë. Shefi e tusis. Kë është një kyqe. Faleminderit. Gëzuar. Pi. Është i laç. Ti pse s'pi? Nuk ndihem mirë. Erdhë zonjusha. Do paguani? Do paguajmë. Sa bëj? 78. Hajde. Meriton. Le, Meriton më shumë djalë. Meriton më shumë. Jo, sa djali mirë. Pa jo, më këteo. Dize, eci më mirë në këmë se kemi pirë shumë. Është alkooli më djali e hip. Opa! Mos bëj. Gjithçka ndodhi prej teje. Shtua, more. Budalla. Ne s'dim gjë. S'kemi parë gjë. Nuk është ashtu. Qartë.
Kushtove se në të vjetur. Ti bashkë me mua ke shtypur njeri me motor. Dhe mos harro se je shoqëruar kaq kohë me mua. Këto nuk duhet t'i harrosh të gjitha. Ke marrë kaq e kaq para nga unë. Lerm, edhe kodi penalin ato 92 një lloj. Lerm! Ashtu. Dua t'tregoj! Dua t'tregoj! Jeta vazhdon më dja. Mos ke frikë. Asi që s'do në ndodhi. Ti do të vazhdoj shkollën rregullisht, ashtu sikurse edhe unë pandemia. Ki besim tek Sohio. Po jo, akoma s'keni shkuar? Hajde, thash njërë do t'a bëj vetë pastrimin. A më nga dalë ti? Mere këto, hajde, mos më qesh mua, ha? Dile, hajde. Drejk në Drejk në mirë. Po ti? Hiç, kam pastrim. Lër. S'ta ka fajin ajo. Që drejgjin ke i takohesh me atë tipi. Prap të kishin parë duke pirë. Më lërë qetë, mos më bezdis më. Do të bezdis deri sa të mos na gënjesh më. Ne jemi shok bashkë. Kemi ardhur për besimin. Ky djalë është sekretar i rinis. Shkun keni me mua, marvulla, shdrejkin keni që jemi një qepër kështu. Pak hallet e lashe tjera kam. A i sot ishte shumë i tronditur. Nuk më duhet fare mua, tronditet apo stronditet e. Plasa marvulla me këte njëri. E dy shdoj. A i do druri i vje hakut ati. Ju jeni prind dhe e keni nimuar. Por ne mendojmë se duhet bënë më shumë për të. Po ju shtë bëni ju. Shtetyr keni ju, qanëm. Të rinjë të bëni se hire, se për fjallë jeni të vetëmit ju. Ne jemi shumë të shqetësuar. Po ju mos ja veni pa në shkollës. Për çdo veprim të ti, jeni përgjegjës edhe ju. Ashtu? Do me thënë ai të më nxi hetën mua dhe unë të përgjigjem për të. Edhe dëgjoni këtu, për të çështje s'duhet më shqetësoni më. Hajde miru pafshim se kam punë. Kur me ne sillet kështu, kush e di si janë zinë jetën besimit? Apo jo, profesor? S'është pa faja besimi. Nena tha që nuk do shkonte më me atë njeri, nga ana tjetër vetë shpi i deur. Po mirë, profesor, po Ahmeti, pse sillet kaq keq me të? Sepse ai e quan besimin njëri të huaj.
Një pengesë marrëdhënie me shoq. Kjo që dje në fillim, që kur ata u lidhen. Këtu ka të bëhe dhe karakteri, formimi i Ahmetit. Vetëm se duhet ta duash njeriu. Ta qortosh kur ai gabon, por edhe ta animosh. T'i japësh dorën që të përsosët. Janë pikrisht ato vargjet që na keni mësuar ju, profesor. Ashtu si pika e gryen gurin jo me forcë, por duke i rënë pa pushim. Ashtu edhe njeriu bëhet i ditur jo me forcë, veç me mësim. Besimi. Leret vi vetë. Beso! Na dhe fjallën se nuk do të pinje me cigare, se nuk do të shoqërohesh më me atë nga pjetore në pjetore. Unë kur se kam vënë dyshim fjallën tënde, por ti na pas ke gënjër. Profesor. Çfarë, profesor? Të të vitur. Nuk e di atë kupton. Ju vetë jeni njëri ndershëm, punëtor. Vetëm se ndaj ti duhet tregoni më shumë ngrohtësi. Mos u shqetësoni për asgjë. Jo. Ne mund të takohemi përsëri dhe të bisedojmë. E di si, puna është që ne të gjithë së bashku të përpiqemi për ta vënë në rrugë të drejtë. Mirë. Faleminderit shumë. Gjithë të mirat. Ku e ke rrugacin tënd? Çfarë ka ndodhur, Ahmet? Bret bukuroshi. Aja kumble dhe mua më pjen dhëmët. Më thirrën drejtori, më thirrën dhe në polici. Në polici? Djerët atë shkollës. U shtakshirat ka mund qanë. Mos fal kështu, more burr. Më qanë kokën, më qanë. Mos është tur, po bëjmë kan si botës. Kush të vjen tur ty për rrugacin të fliqur? Mos more Ahmet, mos kështu dhe ty se më love. Erdhe bukurosh? Pa hajde, afro. Ç'ke bërë? Me kë shoqërohesh? Çfarë të rrugaq që prej rrugëve? Mos e prek fjalin, po them. Falë! Kam jetë të që s'kam patur punë me policinë, që kam jetuar me tjerësën time të ballit, e tani u dasha çketje për shkakun tënë. Falë më që! Nisho dal! Ta tregomi qepat. Zirë qepat. Qëshkja? E shikon mëj? Ta ushqej! Ta mbaj edhe me cigare të pësëshin. Mua nuk mu shqen ti. Mos! Mësu e kështi qket dërë që më thirën policinë. Mos, Ahmet, lësho fjalin, po them. Mos që prek fjalin, po them. Margaritën dhe shëpak. Ç'pun kete me të? Ashtu e ka malli. Nuk është. Mos prish më të, më vetë Margarita.
je mos të plasë duke kërkuar. Hajde shpejt. Beso! O Beso! Çfarë kërkon më nuse? Besimi. Nuk është? Nuk është, edhe nuk ka për të qenë më kur. Po ku është? Iku. Do t'jetoj më në fund edhe Ametit ditë të bardha me fëmijët e tij. Ja tjeta. Atë e kishin thirrur polici. Pak rëndësi ka kjo. Bukurien e kanë arrestuar. Edhe i kanë bërë kontroll në shtëpisë. Po mi s'pa i qa do me. Po hasë më lëri fjallet. Hajde hec. Po veni. Po shtë duhet. Moja man më që të duhet. Ore, dëgjo këtu. Dëgjon, nuk vure me të kaltati. Nuk u shpëton gjë këtyre, ore. Po liepë, me të thonë. Dërë mirë. Mjaft. Dëgjon. A me veht. Po mirë pa. Nuk po mlen rahat të marrë frën. Ule më zërin sa më shkatrove. As të vdes nuk po mlen rahat këta. Kale, fitu. Qurë më kanë arrestuar papan. Dëgjo këtu. Duhet urgentisht të shtukim disa gjëra që të mos kanë asnjë provë për ne. Besimi ndërkon. Nuk është këtu. Po ku është? Nuk e di. Është larguar që ndrek dhe nuk ardhur. Natë në mirë. Në emër të popullit jeni të arrestuar. Merrin. Ulluni. Agron Tare. Tu. Ariana Dune. Këtu. Besim Lame. Tu. Besnik Mato. Tu. Dora Lilo. Tu. Ben Shkurt. Tu.
Fajtor, jam edhe vetë. Pavarësisht se është spahi juaj që më futi në këtë rrugë. Unë u tregova i dobët. Meritoj të shkimin më të rënd nga tropi i gjykues. Nuk them dot se shokët nuk më kanë qëndruar pranë. Ata më kanë këshilluar vazhdimisht. Veçanërisht profesor Mirashi. Ai më ka këshilluar e ndihmuar vazhdimisht. Fatkeqësia ime është se unë nuk u tregova i sinqert me shokët. Po ta kisha bërë këtë, nuk do t'isha sot këtu. Pa im është se unë u lidha me një të deklasuar. Në vend që dëgjoja shokët e mi.
normal. Si ke qenë është një jetë. Po pse s'lej më robe, Olir? A kishe lek me vetë? Kisha. Hajde, ke qenë mami. Po që fojnë e vla? Hajde, ke qenë. Mami, papi një në kafe që nuk kemi vla. Pa ty japi beso nga një pako juve tani. Ashtë. Mere ti gëndi. Ashtë. Edhe. Opa! Bak. Hajde, ke qenë mami, hajde. Hajde, Uli. Ule mësë. Gëzuar. 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 Gëzosh. I rritur të ke qenë. Do t'i këtë dërish? Në 3 disa ditë sa të shmallë. Se do vetë të gjej në i punë. Nuk do t'ju shqetësojmë. Së ta njeri, he? Ullu. Ha, ç'kishe? Kam ardhur për punë. Ka i shkres nga zyra e punës? Po, si urdhën. Aset. Sa shkollë ke? 11 klasë.
Ti nga zanat installatorit? Po, kam të tretën. Ku ke punuar më përpara? Nuk kam qenë punë. Po atëre, ku ke mësuar zanat installatorit? Në burg. Mund të vish nesër? Më duhet ti, kam një punë komitet. Ha? Hajtë miru pafshë. Miru pafshë. Alo, shu kujsa? Zeneli? Zeneli jam. Po Zeneli. Çfarë kishe? Po unë vërtet ju kam kërkuar fuqi punëtore, po jo njerëz do si dama të dalë nga burgu. Pse flet kështu? Po sepse ju e dini, këtu është një kantër i rëndësishëm dhe jo çdo njeri mund të punojë këtu. Çojeni një vend tjetër, shoku i sa. Dgjoj Zeneli. Ne e dim se kolektiv jeni ju, prandaj dhe vendosëm ta sjellim tek ju. Ai bëri një gabim në jetë. Dhe për këtë si mendon, ta flakim te? Nuk është puna aty, shoku i sa, por Zenel duhet të jesh sa më i gjerë. Ti kuptosh më thellë sa gjëra. Dakord? mirë, mirë. Ka besim. Hiç kam hallin e punës shoku Thanas. Po unë bisedova me. Nëse ti mos u shqetëso. E di ç'ke ti. Absolut na gjen një vajzë të mirë tani edhe, ë? A bëjmë ç'ke ti? Mirë. Jo djalë. Unë po të pranoj në punë. Por, mos haro se kush je. Ti vetë the sapo ke dalë nga burgu. Ne këtu jemi një kantër i rëndësishëm. Prandaj puno mirë. Vej gishtin kokës. Dhe mos e dritë bishti. Ha? Mirë. Do t'jap shazemit. Do fillosh punën. Mirë. Ai fund mbar. Faleminderit. Miru pafshim. Mirë. Ditë mirë. Po shok. Më falni. A dini që ku është shoku Azem? Ja tek e ke atje, po punon. Faleminderit. Shoku Azem. O shoku Azem. Një minutë lutem. Ç'kishe? Më ka ndërguar të punoj këtu tek ju. Më dha shefi këtë letër për ty. Do të fillosh që sot? Mirë. E po mirë atë. Shko në magazin të Riq Pajisi. Do të vi dhe unë aty. Faleminderit. Ditë e mirë. O Murat, Urdhëro! ku vajtja i djali më? Në hoteli baj. O Azem, Urdhë. a ishte vërtet ajo që dëgjova për te? Po, si çfarë? Jo, po, mu duk djali mirë, prandaj thash. Po tim.
Që bën këtu? Këtu më caktuan. Meri robat e me mua. Kam një vend bosh në dhomën time. Hajde. Ulu. Po ju beqarin? Po. Dize. Faleminderit. Do të qëndrosh këtu sonde apo do të ikësh në shtëpi? Po, do vete të marr plaçka atje. Pastaj ti tregoj dhe nënës. Shumë mirë do bësh. Jo. Për çdo hall që të kesh, do të më thuash mua. Dakor? Dakor. Po ju ku jeni? Po më ka folur Isai dhe Thanasi të gjemjes tuaj. Ti shtroju punës unë ka ditë tëmë. More vesh. Ti ikë më tani. Më duket se Besimi ai shoku i klasës. Atë që i kishim shok nuk të kujtohet. Pas ka ikur. Pas ka ikur. Tjetër. Lana radhër ti. Lana, ku shkon ti shof? Ja, një minutë, se kërkoj një shokun tim aty. Është ndaluar. Cilin kërkoni? I Besim Shkëmbi, po e njoh unë edhe. Ja e lajmëroj unë. Prit aty.
Kush më kërkoj? Ja, dje. Profesor. Një minut për të ishë. Derimet e mia, profesor. Si, nuk po një. Nuk po kujtohesh. Ta preskoj unë kujtesin. Monsieur Brahush, shoku i burgut. Oh. Kanë thënë se ke bërë këthejs. Je futur studimeve. Je përveshur hekurave. Shumë mirë, problem. Po përpiqem të shlyej gabimet e mia. Jo, profesor. Të rren menja. Edhe mua më janë vardisur shumë. Po Brahush e din se çdo të thotë pishti qenin. Ja ka pirë lagun jetës Brahushi, profesor. Pishti qenit është i shtrembër. Dhe atë sa do që ta tërheqësh? Prapë i shtrembër mbetet, ha? Shë dhe puna jote. Deri sa ke qenë një heri dënuar, deri në varë, pishqeni do mbetesh. Shpor. Maskara! Largohu që këtej! Shporë të thash! Mirë këtë. Po të erdi prapë, më thuaj dhe mua. Shoku Azem, do m'japësh dhe një leje, te kam bezdisë pësot. Edhe dëgjo, tani do vete ta marrë, mu mbush mëndja top. Ik merë, ik dhe ta gëzosh. Të faleminderit shumë o shoku Azem. S'ka gjë. Çdo gabim beso, la të punë. Ti mos e mbaj mendjen me ti. Qëndroj shokëve pranë, sepse ata dinë të shkojnë. Shoku Azem. O shoku Azem. Ç'është Xhezo? Shoku Azem, më kanë mbjellur parat. Më kanë mbjellur parat e televizorit. Kjo është e tmerrshme. U bë kaq kohë që i mbaja. Xhezo, mos i kelën në një vend. Kontrollova shumë mirë shoku Azem. Kanë shpërthyer kasetën. U bë kaq kohë që s'kemi patur vjedhjen kanë tjerë. Xhezo. Bagoj dhe moreve shabuja. Domni. Kontrollomni. Beso. Besi, uli. Hajde shumë. Vjen vit. Puto di. Ç'bën? Jo kështu beso vëlla, jo. Askush nuk të lejon që të sillesh këtu me shokun. More vesh apo jo? Çfarë kam unë shoku Azem? Juve e pat aty do gjivet. Doreza të gjendën atje.
Pastaj, gjatë kohës që mua më kanë humbur parat, ai ishte larguar nga vendi punës. Kur unë u tha shokëve, ai ishte i vetmi që u prek. Ti Gjezo, bën shumë mirë kina sinjalizon. Por mos rrumbe, më nga dalë. Këto punë nuk bëjnë fët e fët. Ju keni kujdes, dhe ne do të ndjekim të qështë. Faleminderit. Faleminderit. Kam ca kohë. Pse më fshihesh? Rrugët tona u ndani jetë. Nuk e pse flet kështu. E sheh këtë? Kështu jam unë. Besa, Kjo shenjë do të ndallohet për tërë jetën. nuk është ashtu. Profesorin e ke takuar? Jo. Shumë keq. Të shtunën jemi ftuar në shtëpinë e tij me rastin e daljes në pension. Ai ka kërkuar që të vish dhe ti. Ju keni jetën tuaj. Ndjej që jam i tepërt midisjush. Faleminderit, por nuk mund të vi. Pse flet kështu? Ti për atë që bëre u dënove dhe s'ke pse mendon më. Bile për atë përgjegjësi kemi dhe ne. Ju nuk keni asnjë lloj përgjegjësie. Mase edhe tani nuk është mirë që përim bashkë. Jam e bindur që nuk po bëj asnjë gabim që përim me ty. O, Besimi. Pse se ke sjell atë dokumentin e shkollës? Apo ke ndërmend ta lesh? E kam gati. Ty ja sjell nesër? Mirë. Shumë mirë të bësh. Ulu. Ore Besim, sikur kanë numër sa para ande nga ju më duket. Dëgjoj ti? Pyesi më mirë shokun Azem, brigadieri. Do të mësosh ti mua se këtë pyes. Ore vesh apo jo? Edhe dëgjoj këtu. Hap syt, se po ndodhe gjë të flak në rrugë. More vesh? Hajde. Edhe më sillat të thash. Mirë. Mund të ulem? Me kënaqësi. Fernet, konjak, punch, apo lëng molle. Nuk do marrë. Thash të bisedoni pak. Mirë. Veç se pa hyrit gjata. Unë dua që ti të lësh të qetë Besimi. Pas ka marrë për sipër që të ndrejgjish botën, a? Ordëroj fol. Si e ke hallën? Të thash pra për Besimin. Aha. Për Besimin. Po unë atë e kam shok të vjetër. E njo më parë se sa ti. Si të let jetën atë, ha? Shok, more. Ai nuk ka asnjë lidhje me ty. Ashtu, Si e bërë kështu. Mbete gjithë ditën klube.
Unë do të bëj që më doj qefi mua. Më dëgjove ti? Po nuk të lëm ne të bësh të duash ti. Shoqëria tonë parazitve. Ja. Po tregon vendin. Vetëm pa moral. Pa moral se... Moral... E ke mengut? Kam ca punë, por e bisedojmë rrugës. Erdha për ato vendet e paplotësuara. Në fakt ato po s'bjer. Do më sjell njerëz të mirë, do si puna ti Besimit. Që si ish Besimi? Nuk ndrejnë këta njerëz. Kot merren me ta. Kush ta tha këtë? Po fakte tregojnë vet. Parat, dorashkat, prahushi. Pse pak të duken ty? Dëgjoj këtu ti. Por është shtyn ta ndihmosh të njëri gjallë. Partia. Ajo më mëson që ta përkrah njeriu i sillet mirë dhe që punon. Nice. Jo, në fakt unë diçka bisedova me të në telefon, por jo për këtë problem. Pardon. Edhe unë vetë u çudit. S'më mori mendja që ju t'ishi shprehur në atë mënyrë. Zeneli modhi një lumë akuzash në Besimit dhe unë e qartova. I thash të mos merresh më me gjëra të tilla të paverifikuara. Nxitohet nga ndonjëra ai po. Nice. Se që është një tip që i vartiset. Dini që... Pikërisht nga i duhet të ruhet. Ndaj Besimit ne nuk kemi asgjë. Gëzuar dhe ju pasha të gjithë. Gëzuar. Bes. U gëzova atje. Ali, atje takova brigatierin tënë, Azem. E kam patur në Zënës, në shkollën e mbrëmjes. Ai më urdhëroi të vija tek ju. Do të shkosh patjetër, më thënë. Mirë bëj. Kishte mendim shumë të mirë për të. Profesor, më falni për të gjitha shqetësimet që ju kam sjellë. Njeriu mund të gabojë. Rëndësi ka fakti si e kupton ai këtë. Çdo gjë e kalon lehtë kur një fatkeqësi ndjen se ke njerëz të mirë pranë. Atë gëzuar. Pais mio pe... Jo nuk ka pas... Ej! Derimet e mia, profesor! Si? S'po ja varë më shokut të në vjetër të burgut? Largoni që këtej. Ju janë i pirë. Ne, jam fare esë. Ai kujton se ju keni harruar që i ka qenë në burg. Në burg. Jeton me mshirën e të tjerave. Unë jetoj me djersën e ballit. Jo. Për thuja këtyre ti, profesor. Unë të një rrellën balë. Ma i gojën po të them se... Largo që vdej. Ti s'mund të heqësh dorë nga hajtu të laku. Se prap në piruc do përfundoj. Shtoru! Maskara! Largo ti, Beso! Unë maskara! Po më të cujen prinjët më profesor! Prap!
Pishteni të mbetësh! Ti sikur në dhe fjallën, na the që nuk do të përfundojem këtu. Pas unë s'po marrë se më keni ndalë rrë, se ti fjetë. Që ti ka ndodhur në brëm? Rrugës, takova ca dasmorë. Që vërtet edhe unë kisha pirë ca, po ata maran qafë mu. Një në një për tyre? Jo. Apo njërin e një shumë mirë. Po kemi qenë në burg bashkë për ndaj. Cili? Një farë Besim Shkandi. Për nën kantierin të tartë. Digje për ta? E di si shpunën. Ati në kantier kanë humbur ca para. Janë vjedhur. Mbase në ndimon me në një konkret. Se në përis një mojnë, se ti të Me qënë se një, pra ne? Aha. Hajtutën e keni branda në kantierë, se ti të E një shumë mirë në të tipë. E është bërë huje e punë për ndaj. Ka të lodhën i lartë e poshtë. Afro. Shenjat e gishtrimeve në vendin e ngjarjes përputhen plotësisht me këtë kartel. Dhe më thënë, unë si jam dalur për rasin e mbrëmshëm. Nuk është fjala thjesht për vjedhje. Përse e bërë atë? Forca e zakonit. Forca e zakonit? Mos vallë forca e zakonit është ty të vjedhësh në vendin ku punon Besimi? Të zihesh me të, të flasësh keq për të dhe së fundit t'ia ngarkosh atij fajin. Këtu ka diçka më të thellë. Se gjithmonë i përpikë, zoti shef. Çfarë është brosh? Një borxh i vjetër. Histori e gjatë. Ai tani më kërkoi këtë nder. Kush? Sfahiu. Ai donte të shite me çdo kusht Besimin marrën. Dhe ti u zotove, ëh? Shpesh. Lari borxhësh. Mirë. Ma usira ti pjesët e në bro. Ka dhamë për të gënë? Për hushit i vetë, apo i bëhet zoti shef. Se ta është kapterë, jetë në fuzin forcë. Jelë, datë 29/10/83. Ora 20. Jeni të lumtur të na nderoni marrjen tuaj për datë. Magazine janë të vlefshme. Neta dhe kristale. Mami, që kemi në të margaritën? Një shoqe Besimit. Prit pak. S'kam vënë asnjë. Bërë si dhëndër të keqen edhe. I thuaj Margaritës nga ana ime të trashëgohet dhe jetë lumtur. Mirë. Miru pafshim. Miru pafshim. Mirash, në kokën tënde birë.
Thank you.